Fillimisht në tregun e brendshëm pas 3 ditësh me radhë në rritje, ditën e sotme dollari amerikan është rikthyer humbjeve pas stabilizimit në tregje ndërkombëtare. Ka qenë deklarata e presidentit amerikan Donald Trump, i cili ofroi siguri për qarkullimin e anijeve në gjirin persik, por njëkohësisht edhe disa shenja se palët mund të ulen në tavolinë e diskutimeve. Kanë qenë këto zhvillime që kanë ndikuar në një rënje të dollarit amerikan në raport me lekun në tregun e brendshëm. Moneda i gjelbër pas 3 ditësh me radhë në rritje, sot i është rikthyer humbjeve me 0.32% të vlerës dhe mesatarisht dollari këmbet me 82.57 lek. Vijon tendenca në rënje e euros, ka humbur edhe 0.11% të vlerës. Moneda europiane duke prekur nivel të ri rekord të ulët në tregun e brendshëm dhe po shkon gjithmonë më shumë drejt nivelit mesatar të 96 lekëve në blerje, ka zbritur pak ditë më parë poshtë nivelit të 96 lekëve. Franga zvicerane është rritur me 0.34%, është rikthyer statusi i kësaj monede si një aset i sigurt, këmbet me 105.74 lek. Paundi britanik është në rënje me 0.21%, kuotohet në 110.44 lek. Dollari kanadez ka rënë me 0.08%, këmbet me 60.42 lek. Ndërkohë dollari australian ka humbur 0.12% të vlerës, kuotohet në 58.16 lek. Jeni japonez është në rënje të lehtë me 0.03%, këmbet me 0.53 lek. Lira turke ka humbur 0.01% të vlerës, këmbet me 1.80 lek dhe juani kinez është në rënje të lehtë me 0.04%. Mesatarisht juani këmbet me 11.97 lek në tregun e brendshëm sipas dënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare sot euri është rikthyer sërish humbjeve pas një tendence në rimëkëmbje në sesionin e kaluar. Investitorët vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me gjeopolitikën dhe ka pasur disa shenja se Shtetet e Bashkuara dhe Irani mund të ulen në tavolinën e diskutimeve. Më saktë, janë disa informacione të shpërndara nga CIA në Shtetet e Bashkuara ku thuhet se shërbimi i inteligjencës së Iranit ka kontaktuar në rrugë jo zyrtare CIA për të bërë një përpjekje në mënyrë që palët të ulen në tavolinën e diskutimeve. Gjithsesi, kjo është një shenjë deri diku optimiste, por në nivel politik nuk ka pasur ende deklarata. Sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit vjojnë mbi Iranin. Në anën tjetër, Teherani zyrtar vjon të sulmoj Izraelin, por njëkohësisht edhe asetet e Shteteve të Bashkuara në vendet e tjera të gjirit persik. Euro ka humbur edhe 0.36% të vlerës në sesionin e sotëm, këmbehet mesatarisht me 1.1591 dollar, ka zbritur në këtë mënyrë edhe poshtë nivelit të 1.16 dollarëve. Paundi britanik ka rënë me 0.35%, këmbehet me 1.3325 dollar amerikan. Përballë frangës, dollari është në rritje me 0.26% të vlerës, këmbehet me 0.7809 franga. Dollari australian realizon humbjet më të mëdha me 0.78%, këmbehet me 0.7018 dollar amerikan, ndërsa dollari kanadez është në rënje me 0.18% të vlerës, këmbehet me 0.7315 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari është rritur me 0.17%, këmbehet me 157.3 jen mesatarisht. Për sa i përket ecurisë së tregut të kriptomonedave, vjet re një tendencë në rënjen e lehtë në sesionin e sotëm, të paktën për gjatë sesionit aziatik, ndërkohë investitorët vjojnë të jenë fokusuar edhe investitorët në tregun e kriptomonedave tek zhvillimet që kanë të bëjnë me gjeopolitikën. Ditën e djeshme Bitcoin dhe kriptomonedat e tjera u ritën ndjeshëm me Bitcoin që u ngjit mbi nivelin e 72.000 dollarëve, por sot ka humbur 1.97% të vlerës, e kanë cilësuar më tepër investitorët si një korektim dhe kuotohet në 71.905.18 dollar. Ethereum në rënje me 2.3% kuotohet në 2101.15 dollar. Ripple ka humbur 2.43% të vlerës, këmbehet mesatarisht me 1.4130 dollar. Litecoin është në rënje me 2.08%, kuotohet në 56.04 dollar dhe Bitcoin Cash ka humbur 2.47% të vlerës, kuotohet në 458.75 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë në ecurin
e tregut të naftës benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje edhe në sesionin e sotëm, megjithatë kam pasur një stopim në sesionin e kaluar pasi presidenti amerikan Donald Trump, njëkohësisht edhe sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent deklaruan se administrata amerikane do të ofrojë mbështetje për tankerat në gjirin persik në mënyrë që të kalojnë dhe të shkojnë në destinacionet që ato kanë. Kjo pritet ndodhë brenda disa ditësh, ndërkohë ditën e djeshme Marina amerikane ka sulmuar dhe ka mbytur shumë anije iraniane në teritorin detar të Iranit. Brendi Londrës gjithsesi, pavarësisht një stabilizimi të përkohshëm ditën e djeshme, soti është rikthyer fitimeve me 3.38%, kuotohet në $84.15 për fuqi. Nafta bruto amerikane ka fituar 3.71% të vlerës, kuotohet në $77.43 për fuqi, ndërkohë nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar edhe 5.22% të vlerës në sesionin e sotëm, duke u ngjitur madje mbi nivelin e $1.100 për ton. Në harkun e 3 sesioneve, pra që kur filloi konflikti e deri më sot, 4 sesione më sakt, nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur nga rreth $720 në $1.100, duke fituar rreth $350 në tregtimin e saj. Sot rritja është me 5.22% dhe pritet që për shkak të rritjes së çmimeve në tregje ndërkombëtare, shumë shpejt kjo rritje të reflektohet edhe në tregun e brendshëm të shitjes me pakicë të hidrokarbureve. Për sa i përket ecurisë së tregut metaleve të çmuara, ditën e djeshme ari, argjendi dhe platini patën një tendencë në rritje, ndërkohë vjojnë në rritje të lehtë edhe në sesionin e sotëm me përjashtim të platinit. Përgjatë kësaj jave, investitorët kanë preferuar metalet e çmuara, sidomos arin, sepse cilësohet si një aset i sigurt në periudhat të rrezikave, është njëkohësisht i mbrojtur nga normat e interesit, sepse është një aset i cili nuk kthen interes nga investimi, por investorët përfitojnë nga rritja e çmimit të metalit të verdh. Aktualisht ari tregtohet në $5.159.2 për oncë, në rritje me 0.48%. Argjendi ka fituar 0.36% të vlerës, kuotohet në $83.48 për oncë, ndërkohë platini ka rënë lehtë me 0.09% dhe kuotohet në $2152.1 për oncë. Kjo ishte curia e tregjeve kryesore deri në këtë moment.